Se tha Iliri gjotë bukur sot, u bo 2 orë debat se e lanë lopën me zorë, ty ta futi me zorë, Romiri më stomak, nga gjujtë keq, kur isha majtë veturës me zorë. Edhe jam akoma edhe një barku. Edhe tha nuk ka si lloj debati. Po si ja futi me rër makinës, leje asë me rër. Po leje hajtë. Po të kimi në gjë e dashur. Sa bukur. Ade. Kjo është moza, kjo është moza, kjo se njef, kjo është moza. Po pse bukur, se kjo pyetje thjeshtë në bori apo? Jo. Po paraqit janë rregull ishte? Kamerat janë të më dream. Black Magic do t'jenë. Shumë. Po ti ke podcast? Emision, që bëj në diaspor, po dhe po kur dalani kam dhe do bëj një podcast. Po mirë, do e bësh tu në Tiranë, apo do e të vija atje, se vidhe kam ofertë, në Kosovë e bëj, po kam ofertë edhe këtu, tash e qof mbase në një televizion këtu. Sa qep të ishte. Një gjë. Qa bukuria. Po. Mirë dhe ishte. Kam disa ofertë, po që. Je shpirti, po këto nuk arrin të kuptojnë ty. Butësin dhe sensualitetin të atë, nuk arrin të atë. Jo, po janë të papjekur për të kuptuar se çdo me thonë një person i shtruar, sa rahat mund të rrish me një person të shtruar. Shiko, dikush do më shumë ka, dikush më pak, vjen një moment, nëse s'vjen kur ajo që më pëlqen ke ty është që në një moshë relativisht të re i ke rregulluar gjërat. Dhe kjo është zgjuarsi shumë e madhe. Mund të kesh sakrificë. Edhe është. Ta puna të një shumë. E kuptoj, po prap, ke stabilizu disa piketa. Nuk i njoh kafet. Ke stabilizu disa piketa dhe jeton në ndër kulturë, lëviz janë Spanjë, janë Düsseldorf, janë Tiranë, Kosovë, pasuri shumë e madhe, pas e mësueshme. Unë vetëm çoj mëngjes, punoj shumë, nuk i njoh kafet, dal pi kafe me shoqë, unë këtë ndjesi se njoh fare. A shumë punon, e kam kohën shumë, domethënë qoftë se unë ulem me dikë dhe flas, unë atë njeri e du. E du, po dhe punoj me të. Sepse kam punën aty që më ndërlidh gjithmonë puna me dikë. Edhe kur edhe të tjerët kur me mua kam qef të punojnë dhe ata me mua. Ne do ulemi do hap do pim çfarë me ça. Jo, mua më ke bërë përshtypje edhe kur më thoje se ne gjithë kemi ardhur që të kapim diçka nga ky show dhe ti më thua për shembull, aty kuptoj unë peshën e gjërave që ke dhe ato që ke arrit që thua, nuk e di, kam frikë se mos nuk ja vlen, mos unë, sepse kam investuar shumë në gjitha dhe se dhe sot për shembull më pyetën për sonin, dëgjoj thash, mos kërkoni shumë nga ajo, se ajo ruan imazhin dhe imazhi është një gjë që do vazhdoj në jetën e saj. Ka një karrierë. Moza, kujdes mikrofonin. Ideja është kjo që unë kam frikën që keq kuptohen. Këtu jam fut edhe në disa gjëra që s'janë... Analiza për të përdorur në një farë mënyrë. E kam kuptuar. Dhe këtë ma ka veston ky CEO i zyrës marketingut që merret me brandin tim. Këtë tha e kam frikën më të madhe, tha aty, sepse tha ti nuk i njeh, tha, dallaveret ballkanike. Shumë e bukur kjo dallaveret ballkanike, që ka shumë e bukur. Nuk i njeh ti, tha, dhe kam frikë të bëj shpreh. Këtu e kam të gjithë probleme për të qenë punëtore, se ata e kanë studiu fermën si koncept para se të vijon këtu. Për të punuar, për të qenë real, e vërtet, për të mendimin tënd, për të, këtu sa kam frikën fare, shkota sepse do jesh je shembull. Madje shumë shofin, tash se unë jam ose nuk po të këto tha gjërat ta kam frikën tha. Se mund të vën lojë ti, nuk është se unë jam naive. Më pëlqej ka koncepti dallaveret ballkanike, sa e bukur që ka. Shumë e bukur është. Ashtu edhe. Dallaveret ballkanike, gjëra që sa shumë po. Mbas edhe mund t'jem keq. Do bëjmë një këngë me këtë dallaveret ballkanike. Po shikoja kopsat sa të bukura i paska ky kostumi i brendshëm i kësaj. Po, sikur i kam pak të kopsa ose më mbaj. Se ndonjëherë kopsa ngrej gjithë veshjen. Ma ta shoh një herë kopsën mi brenda? Kopsat brenda ti shoh pak se ishin shumë lart. A këtë? Shumë i bukur që. Nga kush e ke këtë kostumin?
E ke që ta kanë sjell apo ke tondjen? Jo, ma kanë sjell. Po, po, jo, kopsat, se ku i kanë ba kopsat? Nice, very nice, me kopsat ka marrë shumë dritë, edhe që kanë të ndryshme. Po. Si kjo ma i kanë. Edhe, po, ama kur po shikoj tani këtë emisione, të shoh që më ka marrë edhe malli. Ka marrë shumë malli. Të punoj, ka marrë malli. Ti ke punuar me mediat, ë? Unë përpara kam bërë edhe prodhime, kështu në diasporë. Eventet ndryshme. Po, tani kam gati... Unë kam një vit e gjysmë, s'kam bëjë ditë pushim. Të besoj. Ekzistenca është bërë shumë e shtrenjtë, me thonë drejton, dhe humbja e një opsioni ose një gjë e të vogël është kosto. Dhe nga ndonjëherë ti mendon, mund të kapësh dhe gjëra më të mëdha, por Është dhe përgjësia, se ti futesh në xhiro, ti dhe Bravo. mund t'i kesh lekët me një anë, dhe thush mundësit, edhe thush mund t'hike, po nuk të lën ajo. po, rutinat, Rutina. i ka inerci rutina. Sepse ti për çdo javë do të prodhosh një emision, që është 45 minuta. Ai prodhimi ka 1 deri në 2 ditë punë. Montazhi, shko, ktheu, udhto, valizët Për shembull, gati. një nga gjërat që më thot ai Smuri është që ti thot po jep veten shumë lirë, po e shet shumë lirë. Ti nuk e di se kush je. Kap një diçka të madhe, lej gjitha thot kap, po ai se kupton që po të pushoj ajo inercia, po ta ndaloj atë mekanizmin, unë nuk e kanë sigur të nesërmen e ti, nuk e kupton këtë gjë. Dhe, E kuptoj, po. kështu që Unë ndaj 80-20. 80 kam vetëm gjërat klient të mëdhenj, edhe 20% kam të vegjëlit, sepse klient vegjël, sepse një i madh, po të më hike, më krijon shumë problem. bën disbalancat. Disbalanca. Do të 80-20 aty i mbaj. Kur ikën një, prap e kërkoj, e zëvendësoj, e kompensoj, e bëj, po ideja është që ai diku ka të drejtë, sepse problematikat janë tek gjërat e mëdha janë më të vogla se sa të 100 vogla. Unë kam bërë disa aplikime që janë të nivelit ndërkombëtar. Për shembull, kam aplikuar ke Louis Vuitton për një ekspozit të Pisaros me YOI, kështu shkruhet, YOI Kusama. Dhe kam bërë një analizë fantastike. Mirë, po problemi është që momentin që paraqitesh si shqiptar, prishin që të vajmen. jo s'ka gjë. Si të duk? Si të duk ne, të dyja? Shumë i bukur. Vetëm se Blerina e zgjati pak më shumë se ç'duhet.